s'më flet. Marra këtu po nami goce, du me t'mua me sy. Do të di që me si son skifterin me u taku me ty. Do të di që me si son skifterin me u taku me ty. Të skuqë faqja, por si pjeshka, syri në sy u nuk duroj sa të vivjeshta, i me të marrë në shpi. Nuk duroj sa të vivjeshta, i me të marrë në shpi. Kush ma freskon fallin mu, aman goce. Kërkon dashte prap të du, aman goce. Aman goce. Sa e bukur je. Jo dashnia është për mu, aman goce. Të kam dashte prap të du, aman goce. Aman goce. Sa e bukur. Oh, aman goce. Sa e bukur je. Zonja dhe zotëri, mësafi të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë të vini në show spektaklin ton dhe t'juajën në Odeon. Mirë mbrëma na em. Mama Mirje. Ç'keni? Gjithë kulirat e botës, ja pranvera, ja Kosova e lirë, sa do që e godasin gjithandej, e mundon të godasin Kosova e lirë. Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, e nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në shesin e fjallës së mire, këngës së bukur në Odeon, në Odeonin Pelazgo Iliro Shqiptar, që është se ju një aktore në profesion, nona edhe baba e teatrit në kejtë botën. Dua të falenderoj Ilir Shaqirin, që ka qenë kumbara i këtij emri. Kur po mendoja këtu 15 vjetë më parë, se si t'ja vë emnin një emisionit që do t'a ketë jetë gjatësin Sa ma me të gjatë. kismet, sa më të gjatë, më tha, po pse nuk e quan Odeon? Wow, falenderit Ilir Shaqirin. Do kemi shumë qason të mirje, preferive shumë bukur. Po, si gjithmonë, e nderuara Meliza Zëqiri, e cila është për kujdes për veshjen time, të cilën e gjeni në rrugën Muharrem Feza në rrugën B. E kontaktoni edhe në numrin e telefonit 123-940. E gjeni edhe në Instagram Meliza.Zëqiri. Faleminderit. Dhe e ke thonë bukur mirë dy rrugë, po kur shkoj të rruga B, kam një gjithë rrugën Muharrem Feza dhe me shku E kanë edhe numrin kontaktus me qëllim e potencaj 044 123 940 për me i marrë edhe
nështë lokacionin. Me që jemi këtu, duke falendruar nga zemra gjithë sponsorët tanë, e falenderojmë edhe atë që përkujdeset çdo javë për grimin dhe për dukjen tonë më të mirë. Agonita Her, Agonita Sogojeva, Fush Kosovë. Do të kemi shumë çasonte, do të kemi safir tepër të veçantë, do të jemi bashkë në një mbrëmje të bukur. Pa humbur kohë. Ama bashkë pa humbur kohë. As duke thënë pa humbur kohë. Të mos humbim kohë. Le të ftojmë ato që vinë për çdo javë me humorin, satiren, alegorinë, mbi të gjitha gazin përmes humorit tyne që na sjellin në shtëpitë tona, në zemrat tona. Dada Hyr dhe Dada Kule. Mirë jemi, falinderit, mirë, ju që shini. S'ko zemra. A I latë zemra ta? Ja, bo zemra, bo, kur qysh për ndreqët. Asë së Kështu ma mirë ndreqa. eq. Çfarë ti mëre? Po Kule, ma mirë u konë mi avon zemrës votën. Me vakti kish pas 500.000, kishim shku ma letë për para dhe hajtë. Vallohin, krejt Na, javan, shta. po badi hova, qa përse. Ha bre. O, ha bre. Ha, E thira bankën, po, se paguva kredin. po. Ratën e kredis edhe thira dhe pitëm. E këm pagu ratën e kredis. Tha, oj zoj, nuk ki nevoj, tha sarë të pagu, ishta me thirë, tha se na e dim. Tha shapua, as ti s'ki nevoj më më thirë mu sa herë se paguj, se kishë unë e spedi. Se në banku në kam problem tjetër. Dhe në që peshurja më rejke të në kohën. Po? Ja ka njësë dhe pasyrja tash po më rejke. Për që ata I kom ronë fije, kom gjithë një djetë super. Hajde? Fenomenal djeta. Ha? Veç pikëshyri çmimet e ushqimeve me njëherë po mik apetiti. Po I thash Kulës, thash qut shkojnë atë një doktor I mirë e te bojnë pyetje çfarë neve na intereson. I thash, hajde bre hyrë, ma si tu ka tek po shkojna, po dijeni sen, ma të sukseshmi doktorat janë psikiatrat. Pse? Se pacientat e tyre e sundojnë, ose ma bët me thonë, e udhëheqin botën. Pata mami me panalon me dhe grave me udhëheq. Para me pa udhëheq gratë, botën. Kur bre lufta nuk ish pas. Kur? Ama, kish pas shtete që nuk ishin folë me zveti. Hinëm të doktori edhe si, hinëm për thëmë, doktor, halo, pa janis, pa du me të vetë diqka. Burë jam, gjdo vikend ullët në krevet, para televizorit, kur oldisët aty, edhe I këqynë ndeshin e futbolit. Qka mjep? Ta gjdo gjys ore ka një birë të ftoft, sa I ka nevoj për qëtësi. Ka nevoj, ola. E tja e vete për peshën tone? Po qysh se veta ti që aty ke me mu. Ja buna thash, doktora po më ka thonë diçka. Sa isha duft unë me kon e gatë si mbas peshës teme. Më këqyri, tha, pa I tha për afërsisht 4 metra. Po edhe unë e thash qashtu, po thëmë, bash ashtu, jo krejt jeni te ke trash dhe trash. Po shes për dina. I thash, dok, kom ledzu dikon që testikujt e moshkujre. Në tregun e zi, po kushtojnë 4 milion euro. Të qyri burin tam ka po flerë. E sot të mlonë rahat a I menim heq. Po bëdi hama për qysë, na shqiptarët dhe s'kena qka me dhonë për organeve. Pse? Pse që të kalzoj, mushknit, na e kanë hongër fëmija. Fëmija ta kanë hongër mushknit me neherë. Veshkët, na I ka prish policia. Mëlqia ka shku pe I venave, birave, alkoholit. Jo po. Zemrën na e ka vjedh dashnia. Qashtu është? Truni na u ka ndryshk, ato pas kena pas kur. I thash doktorit, doktor, për shdo natë jom të po ondër me mi të lujtë futbal. Tha, po ti shuj, tha, dhe I la që ta I pin, tha, para se me ra me flajt. Thash, doktor, pianisi pe I nesër, mitë se sot është finalja.
Ja, bona, që shkojnë ata se bëllë kena bo pytje pa lidhje doktori ditën e mirë. Faleminderit i thash doktor, bëna halal që të munun pak, se dollëm kjo me një herë qapate. Që shapata? He, Po ti këtë budalje. pse? Dësti jam, Marquez ka thonë, He, asni së mundje nuk shërën më mirë se lumëtoria. Asni ilon. ja.